Që nga 13 gushti vitit 2008, atëherë Kryoniku bet komune vete, e deri me sot, nga gjiri saj kanë dalë sportist dhe sportiste të dalluara të kësaj ane. Por, si në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës, edhe komuna e Jonikut është ballafaquar me sfida dhe vështirësi që nga shpërthimi i pandemisë COVID-19. E si pasojë e saj të goditura kanë qenë edhe klubet e sportit Jonikas. Drejtori i Drejtoratit për Kulturë, Rini dhe Sport në këtë komunë, Fatos Shala, për Radio Televizionin Fontana u shpreh rreth menaxhimit dhe vështirësive të shumta që është përballë kjo komunë që prej marsit të vitit 2020. Si tërë Kosovën edhe në komunën e Jonikut që nga marsi jemi në një situatë jo të mirë, aktivitetet sportive kanë ngecur, kemi klubin atletikës i cili është duke qenë aktiv, duke marrë pjesë në përgarat e tyre, ne si komune po mundohemi për krah udhëtimin e tyre. Mirë po klubi i futsallit që kem pas edhe të suksesshëm, ka mbet mrapa, situata ka bot veten, kështu që po shpresojmë që shpejt kalojmë prej kësaj situate, jo vetëm sporti edhe situata ekonomike në komunën tonë në shërndu. Kështu që po shpresojmë që kalojmë këtë krizë, këtë pandemi sa më shpejt. Klubi i futsallit dhe klubi i njohur i atletikës janë këto dy klube që bëjnë gara në Republikën e Kosovës e që komuna e Jonikut është munduar që sa do pak të ju dalë në ndihmë këtyre klubeve. Prej zyres kryetarit janë ndas subvencion, formë subvencioni ndihmë për këto klube, edhe pse ata meritojnë shumë, unë konsideroj që ka qenë një ndihmë apo përkrahje simbolike. Përveç kësaj ne kemi pas edhe një transport pikërisht për aktivitetet sportive të shkollave dhe këty në klube dhe sportistëve të Jonikut. E kem pas kontratën gjithmonë, pothuajse që ky është mandati i dytë i imi, që 2 mandate kem pas transportin të organizuar dhe gjitha aktivitetet e këty në klube sportive ne i kemi sponsorizuar apo i kemi hjekë si shpenzime këtë formën e organizimit. Duke organizu transportin për aktivitetet e tyre sportive. Kjo është ajo që na ke mujt me bo. Unë e di që ata meritojnë ma shumë, po them edhe njerë, simbolikisht i kemi përkrah, meritojnë ma tepër. Nga komuna e Jonikut kanë origjinën e 2 bokserët e famshëm, Luan Krasniqi dhe Robin Haxhi Krasniqi, por që fatkeqësisht në Jonik nuk ekziston ende një klub boksi ku do të prodhonte talent të arshëm, e përket drejtori Shala u shpreh se do të ishte i mirë se ardhur edhe ndihma e Luanit dhe Haxhi Krasniqit për krijimin e një klubi. Ne jemi krenar që edhe Luani edhe Haxhia të dytë janë Jonikas dhe kanë qenë ambasador të mirë edhe të Kosovës, por edhe përfaqësues jemi në Burg, sa është përmend edhe emri i Jonikut. Vinë në vendlindje, vinë në Jonik, vinë në Bjeshk, janë bashkëqytetarë tonë, janë pjesë e jona, mund të foli për Haxhin ma shumë, sepse kur kam qenë si më dhanë, se Haxhin e kom pas në Nxënës, ka qenë një djalë i shembullor, i shkëlqyshëm, i sjellshëm. Po jo dhe i dhënë shumë si... Jo, absolut. Haxhia me njohështu për afër shumë njeri qetë, shumë djalësh është. Po ata ka veç profesion boksin. Luani është një burr intelektual i pjekun, mburrëm që i kemi Jonikas. Drejtor, a mos është dashur edhe Joniku të ketë një klub boksit? Ndoshta ka talenti që e kishin shpërfaqur talentin e tyre? Ish dashur. Ndoshta vetë Luani edhe Haxhia, ndoshta me monë... Po presim iniciativën për tyre, të kalojmë këtë situatë pandemisë, mirë ke, iniciativa për tyre, edhe na do të mundohemi për krah, ndoshta ka dhe talent tjerë në Jonik. Përsa ta ndoshta jeshton dhe i talent edhe ma i mirë se Luani se Haxhia. Duhet me shpresue, duhet me kontaktu me këta sportistë që i kemë për zemër, iniciativa tyre do të hasë në përkrahjen tonë, edhe unë shpresoj që në Jonik ka edhe talent tjerë, apo mundet me pas të ardhmen talent sikur ata dy. Jo vetëm këta 2 bokserë, por edhe shumë sportistë kanë korrur suksese të jashtëzakonshëm që kanë preardhen nga kjo komune, siç janë atleti i mirënjohur 7 herë kampioni i Kosovës, Arsim Miroci. Vlen të përmenden edhe sportistë të tjerë, siç janë
Talant Lolluni, Rustem Pepshi, si dhe trajneri Kadri Shala, i cili njëhersh është edhe trajneri më inspirator në Republikën e Kosovës, si dhe 2 kickbokserët e njohur, Burim Gjoci dhe Mergim Gacaferri.